që në talme nëse dënë me fitu Prishtinën duhet nëpërmjet Ramiz Ladrovcit. Kjo kost, e cila është përgjese për këto dështime që kanë ndodhur, tolerohet të jetë hiperaktive në Mitrovic, humbja do të jetë e sigurt për Partinë Demokratike. PDK-ja ka shanse të fitoj. Humsi më i madh i këtyre zgjedhjeve, humsi më i madh i këtyre zgjedhjeve realisht është Partia Demokratike e Kosovës. Për atë që ka ndodhur për atë që ka ndodhur në Drenas edhe për këtë që ka ndodhur edhe në qytetin e Prishtinës, në raport me investimin që kanë bërë me këto dy, sepse PDK-ja është fituese në Mitrovic, pavarësisht që ka shkuar në balotazh. Aty kemi pasur një ballafaqim të një trashëgimtari politik të Betri Hamzës, një trashëgimtari që deri atje nuk ishte shumë i njohur në nivel, i cili është konfrontuar me një mashineri të tonë, çfarë ka përfaqësuar lëvizja vetëvendosje dhe që siç e kam thënë dje dhe do të insistoj, që PDK-ja i ka ndihmuar lëvizjes vetëvendosje për suksesin elektoral në Mitrovic. Jo që i ka ndihmuar duke votuar drejt për drejt Memri Krasniqi e Orhan Ismaili, Abelar Tahiri duke shkuar duke votuar në Mitrovic për Faton Pecin, por me pasivitetin e tyre duke ka vënë shansa me pasivitetin e tyre kanë ndikuar që retorika e Albin Kurtit për Mitrovicën të jetë retorikë dominuese dhe të ofrojë dhe të krijojë një lloj shantazhi patriotik. Dëgjoj, dhe të kemi shërsim Memri dhe Urani po të dëgjoj, po ata le dekorajon gjykimi im është me pasivitetin e tyre 4 vjeçar duke i krijuar një terren të hapur Albin Kurtit. Se ata në KCZ dëshmuan që janë në hegemoninë e Albin Kurtit. E dëshmuan edhe me votimin. Po e dëshmuan edhe me votimin për kryetarin në Kuvendin e Kosovës. Absolutisht ata shkuan prapa qevës Albin Kurtit sa i përket kësaj retorike. Dhe tash Albin Kurti ka shku me këtë krye narracion në Mitrovic. Ka shku me këtë krye narracion. Do të me falenderu Memri Krasniqin e Urani që s'kan shku në Mitrovic. Ndëgjo, sepse Abelar Tahiri nuk do ta kishte këtë rezultat. Ndëgjo, jo vetëm që nuk kanë, unë transmetova edhe një mesazh, sepse unë e pash tash përpjekjen e pas dështimit Drenas përpjekjen e të njëjtëve, përpjekjen e të njëjtëve për të korrë ndonjë trofe me rezultatin e Mitrovic. Por nga këtu, me siguri plot i them, degës së PDK-s në Mitrovic, se nëse kjo kost, e cila është përgjese për këto dështime që kanë ndodhur, tolerohet të jetë hiperaktive në Mitrovic, humbja do të jetë e sigurt për Partinë Demokratike. PDK-ja ka shanse të fitoj. Mesazhi është mos shkoni në Mitrovic. Mos pranohen. Dëgjoj, mos shkoni në Mitrovic me këtë udhëheqës e përditshme. Humbja shndrohet në kostot e humbjes, apo? Orit, duhet ta themi hapur. Edhe deri para këtyre që ndodhen në Drenas, Ramiz Ladrovci është një figurë lokale. Po sot ka gjeneruar një simpati nacionale. Po a di pse? Vetëm sepse u pozicionu me këtë kost politike kundër. Dëgjoj, sot Ramiz Ladrovci ka admirim, edhe po e tham në mënyrë hipotetike. A diçka ka PDK-ja çfarë mesazhi ka transmetuar? Që në talme nëse dënë me fitu Prishtinën duhet nëpërmjet Ramiz Ladrovcit. Atje është adresator. Po, atje, ata duhet ta marrin ta bëjnë kandidat. Jo, ata duhet ta marrin ta bëjnë kandidat edhe për Prishtinën se ka ambicie me fitu Prishtinën. Vërtet? Po, kjo është bindja ime. Këta me armiqsinë ndaj tij kanë kontribuar që ta shndrojnë në figurë nacionale Ramiz Ladrovcin. Sot dominon një konsensus nacional për persekutimin politik që është bërë Ramiz Ladrovcit nga kjo strukturë politike. Edhe unë jam i bindën që në bashkë me që janë pas, a ka qenë teme diskutimeve bre Ramiz Ladrovcit deri para këtyre zgjedhjeve, asnjëherë, një që e ka administruar një komunë me mundësi modeste. Pa pritmas u shndruan në kryelajm të është ylli këtyre zgjedhjeve.